Koza është e vendosur, qytetarët janë të vendosur, kërkojnë vetëm largimin e kësaj klase politike, klase të vjetër politike, largimin e kryeministrit Edi Rama që prej 13 vitësh sipas këtyre protestuesve dhe në thirrjet që ata kanë bërë gjatë këtyre 10 ditëve ka qenë thjesht largimi i kryeministrit Edi Rama, sepse ndaj tyre nuk është bërë as pak transparencë, pra ndaj qytetarëve shqiptar nuk është bërë as pak transparencë, flitet për një investim prej 4 miliardë dollaresh që do të zhvillohet në Zvërnes. Edi Rama edhe gjatë një konference për media ditën e sotme me gazetarët e Bashkimit Evropian ka patur një konferencë të gjatë për mediat, ka pohuar faktin se do të jetë ky investim, pra do të bëhet ky investim, nuk është i vendosur nëse do të ketë negociata, ka kërkuar në fillim në fakt negociata me paktën 20 prej protestuesve, kanë qenë këta të fundit të cilët kanë refuzuar një gjë të tillë, pra nuk kanë pranuar të kenë asnjë lloj negociate me kryeministrin e vendit, pasi ata kanë quajtur tradhtar të kombit për shkak se nuk kanë shfaqur asnjëherë transparencë qeveria Rama, pra nuk ka shfaqur asnjëherë llogaridhënie sa i takon investimeve që po bëhen, qoftë në zonën e Zvërnesit në jug të Shqipërisë apo edhe në zonat e tjera, apo siç është projekti i paketës së maleve, ku qytetarët shqiptar në fakt për një sër investime që do të bëhen sa i takon këtij projekti të paketës së maleve kanë dyshime që prapa asaj nuk fshihen qytetarët shqiptar, ata pronash që kanë në këto zona turistike, qoftë në jug apo qoftë në veri të Shqipërisë, por pritet që ndoshta të jenë investitor strategjik dhe kjo ka sjellë edhe rritimin e qytetarëve shqiptar sa i takon protestës. Pra nisi si reagim popullor edhe dhuna ushtruar, qoftë në zonën e Rjodhit ku prej 4 muajsh në zonën e